Drejtoria vendore e policisë Lezhë siguroi të dhënën në rrugë operative se në fshatin Fushë Mamurrës kishte ndërruar jetë një 85 vjeçare me datë 30/4/2026 duke pretenduar vdekje natyrale dhe pa u raportuar në polici. Nga të dhënat e siguruara nga policia lindën dyshime të arsyeshme për një ngjarje kriminale, bazuar në informacione siguruara. Drejtoria vendore e policisë Lezhë ngriti me një grup të posaçëm hetimor, i cili në bashkëpunim me prokurorin nisi me një veprim verifikuese dhe hetimor në lidhje me rastin. Nga tërësia veprimeve hetimore dhe procedurale, ka rezultuar se shtetësia dëshon 85 vjeçë ka humbur jetën si pasojë e goditjeve me mjet përrestik, ndërsa si autori dyshuar ngjarjes rezulton vajza e saj shtetësia VSH, e cila jeton në jetën banesë me viktimen dhe vuajnë nga probleme të shëndetit mendor. Në vend të veprimeve u bën ndalimi i shtetësisë VSH 57 vjeçë banuese në Fushë Mamurrës e dyshuar se autore veprës penale, vrasje për shkak të marrëdhënie familjare. Në cilësinë e provës materiale është sekuestruar mjet përrestik, si edhe provat e tjera që lidhen me ngjarjen. Gjithashtu janë referuar materialet procedurale në gjendje të lirë për shtetësen Allë Mjekë për veprën penale, shpërdorim detyre e cila ka plotësuar aktin e vdekjes duke e cilësuar si vdekje natyrale dhe duke mos e raportuar në polici vdekjen e 85 vjeçares. Në bashkëpunim me prokurorin vjen puna për dokumentimin e plot ligjor të ngjarjes dhe nëse ka persona të tjerë të përfshirë për identifikimin dhe vënien e tyre përpara përgjegjësisë ligjore.